Zoti Blushi në emër të opozitës, ne thamë se do mungonit sot, po... Ne nuk ju lem asnjë hapësirë Jo, kësaj mazhorancë. jo, hapësirën e keti se ke karikën tonë dhe problemi është se... Në çdo dhe me çdo mënyrë, në institucione dhe në rrugë. Ju lutem, e keni pyetja diskutim. Unë kam të shkrira së bashku, por sigurisht që nuk mund të mungojnë dhe pyetjet. Dakor. Së pari, do doja nga nismëtari, sepse shoh në relacionin e projektligjit që ju pretendoni se ky projektligj është koherent me frymën e reformës kushtetuese të vitit 2016. Pra, nuk kuptoni që çdo projektligj në respekt të kësaj fryme duhet të jetë konsensual. Ju ndërkohë sillni një nismë të njëanshme të pa konsultuar me opozitën dhe që shkon në shkelje të këtij pretendimi që ju paraqesni në projekt ligj. Keni koment për këtë? Pra, a duhet që çdo ligj i kësaj të quajtur reformë, se në fakt vetëm për reformën drejtësi nuk mund të flasim. Duhet të jetë një ligj konsensual? Pyetja e parë. Pyetja e dytë është, meqenëse se jemi te reforma në drejtësi dhe është një reformë e cila për fat të keq që kur ju kapët si mazhorancë apo zgjodhët prokurorin e përgjithshëm me 69 vota u zhbë edhe u shndrua një reformë më saktë një rama formë, sukseset e cilës i ka përshëndetur vetëm Charles Megonigali, duke i cilësuar si një mundësi e madhe për të dhe për Edi Ramën. Ju keni një koment si nismëtar që në çfarë a jeni të kënaqur si mazhorancë, a keni kapur totalisht apo keni ndonjë institucion ende të pa kapur? Zoti Blushi. Janë pyetjet e mia tani. Po janë tek unë këto pyetje, ma ajo është nismëtari, 2 projekt ligjeve teknike. Do përgjigje për këtë ata jap Më fal, po tani për çfarë projekt ligjesh teknike flasim kur ju e keni kapur përfyti një reformë që vetëm Charles Megonigali e përshëndet. Pra një reformë e cila është shndruar në mundësi të mëdha vetëm për Charles Megonigali dhe për Edi Ramën. Sepse që kur kapët prokurorin me 69 vota, ende s'ka një sqarim zyrtar nga mazhoranca. E cilësoni normal atë votim të Arta Markut, se kapja e Arta Markut, solli kapjen e KLP-s, prodhuat një prokurori politike, një KLP politike. Ju lutem qetësi sepse këta janë me kohën 7 vjet mbrapa. Sepse prokurori i përgjithshëm me mandat kushtetues, sepse ju avanconi, mandat, ju vazhdoni ala me para 7 viteve. Ju avanconi çdo ditë me kapjen e reformës edhe arrini çdo ditë suksese imagjinare. A e ke lexuar çka projekt ligji apo? Por ndërkohë, o zoti Blushi. Jo, un kam lexuar në fakt indeksin e sundimit të ligjit. Pra ju na vini këtu me projekt ligje. Ju e di që ju shqetëson ky fakt, por mos harroni që jeni të gjithë viktima të ramaformës. Edhe fakti që jeni viktima të ramaformës të gjithë do bëni viktima, po e dëshmon çdo ditë kjo qeveri, se ramaforma vetëm i qëllim ka. Imunitet ka vetëm Edi Rama. Të gjithë tjerët janë subjekte të ramaformës, edhe ka dëshmuar, e dëshmoi së fundmi edhe me zëvendësën e kryeministrit. Pra të gjithë jeni subjekt, të gjithë jeni viktima. Po kur ta kuptoni do jetë ende vonë. Dhe shpresoj që të ndërgjegjësohen disa prej jush. Por ende herët më fal që ju falenderoj zonja Bylykbashi që më ndiqni me shumë vëmendje dhe kjo tregon që jeni shumë e vëmendshme. Por doja të dija, a keni një koment për këto deklarata, për këto qëndrime të pikërisht atyre që janë subjektet korrupsionit tuaj, pra për Charles Megonigalin, që e ka cilësuar si një mundësi të madhe e ramaformën. Dhe ju tani vini na prezantoni këto projekt ligje, a thua se qëllimi juaj është forcimi i reformës. A ka moral kjo gjë? Se unë e di që s'keni moral politik, jo. Tani bëni serioz. Bëni serioz. Mos serioz se kaq kemi zgjuarmi ne, po. Vazhdoni miratoni këto. Bëni ju lutem ju serioz se kjo është pjesa e dytë e intervistës që ka botuar shtypi sot, se të parën e kanë lexuar kolegët. Kjo e jotja është ajo që do dalë nesër, me sa shoh unë. Më kupton? Jo, se në përgjithësi shtypin e ditës e ndjekin deputetët,
edhe e kanë lexuar pjesën e parë të intervistës. Kjo është e dyta, pra e kam pyetje, kjo që po thoni ju është e dyta. Unë po ju paralajmëroj të gjithëve, do bëheni subjekte të Ramaformës, se Edi Rama po e dëshmon çdo ditë që nuk ju kursen. Do bëheni të gjithë subjekte. Ramaforma ka vetëm një qëllim, imunitet absolut ka vetëm Edi Rama. E provoi Belinda. Të lutem zoti Blushi, ke pyetje se Do tani vi radha juaj. Pyetja e fundit është me çfarë morali vini pasi keni kapur pasi keni dështuar, e keni bërë me qëllim dhe jeni bërë pjesë e këtij akti për kapjen e reformës me drejtësi, me çfarë morali vini dhe flisni në emër të një reforme që nuk ekziston. po faleminderit. Tani zoti Komici përgjigjet zotit Blushi do t'ja jap unë shumë shkurt. Konsensusin për miratimin e ligjeve me shumicë cilësuar e keni çdo ditë të njëjtën në Parlamentin e Shqipërisë. Rasti i fundit me zgjedhjen e avokatit popullit tregon që të lutem, tregon që Këto janë diversione. Kjo maggiorancë jeni mjeshta për diversione, por nuk po i përdor nuk është momenti. ato numra Nuk është momenti. për të në funksion të agjendës së integrimit Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sepse kjo agjendë, kandidatura juaj. kjo agjendë nuk pret është e Edi Ramës, nuk është pret e- që ne e të rrim Sorosit. të lidhur pas jush, të lutem. E dyta, ju na thoni dhe na pyesni me kë i konsultojmë ne këto ndryshime që sjellim. Sigurisht që destinacioni ynë është i përcaktuar. Me George Sorosin e me Lutem. Këto ndryshime që ka sjell edhe sot në këto dy ligje të rëndësishme të reformës drejtësi kolegu ynë Komici, që meriton respekt si kolegu yni, sigurisht ti nuk ishe në fillim mbledhjes, sepse sot ju e kishit vendosur të mos merrnit pjesë mbledhje komisioni, po me sa duket u paq agjenda ndryshon rrugës edhe erdhe me shpejtësi agenda mbledhjen e jon komisionit, lutem. Sepse duhet ta bësh këtë deklaratë. Partia e Lirisë nuk ka agjendë vetëm mbrojtjen e interesit publik. Edhe të një reforme që ne kërkojmë Në fillim të mbledhjes, ju doni ta e mbani kam këtë bërë të dirama. qartë për opinionin publik, Shtrëngoni fort. E kam bërë të qartë për opinionin publik, që sot do të zaurojmë diskutimin në parim të këtyre dy nismave, ndërsa shqyrtimi dhe miratimi nen për nen i këtyre dy nismave që propozon kolegu Komici do të bëhet vetëm pasi ne të kemi marrë opinionin e Komisionit Evropian në lidhje me këto dy nisma. Sepse ne, zoti Blushi, me hapin e 36 kapitujve të negociatave me Bashkimin Evropian, tashmë çdo gjë e dakordësojmë me Komisionin. Sepse shqiptarët për këtë na kanë votuar dhe këtë presin prej nesh. Ju tani thoni, jo, mos i dakordësoni ose mos i diskutoni me Komisionin Evropian, po hajdeni ti diskutojmë me ju. Tani se diskutojmë ne me ju, unë këtë nuk e marr vesh, me thënë drejtën. Tani, të diskutojmë ne me ju, po ta kam dhënë pra përgjigjen për raportin e avokatit popullit. Ka një komision të përhershëm të Kuvendit Shqipërisë të drejtave të njeriut, shkoni atje edhe diskutojeni raportin e komision e avokatit popullit. Tani ju flisni, ju a standardet e Vladimir Putinit nuk arrini dot, dhe tani na bëni këtu moral për standardet europiane? Ore, më fal të lutem. Më vjen keq që për më O zoti Blushi. Bëre mirë që erdhe sepse kishim nevojë të dëgjojmë sot. Jo, ne na keni bëre mirë që në komision, në rrugë, në çdo lagje, në çdo pallat, kudo, aty do na keni. Edhe në komision, patjetër. Po ne shiqur që ju kemi. Po nuk bëjmë ne gabimet. Nuk bëjmë ne gabimet atyre që dishin mandatet. Ne shiqur që ju kemi si opozitë. Po falur gjithë pushtetet e Tiranës. Nuk i bëjmë ato gabime na. Tani, të lutem shumë, mos e pengo agjendën e komisionit, sepse nuk kemi ndërmend që të frenojmë agjendën tonë të integrimit dhe të kthehemi të merremi me ju. Ju sigurisht ju respektojmë si opozit, pa diskutim, sepse nuk jeni këtu prej nesh, edhe ju jeni me votat e atyre qytetarëve që nuk na kanë votuar dhe nuk mendojnë si ne, por jeni aty me votat e atyre që ju duan. Edhe që dita ditës, ata që ju duan, po paksohen numër. Kështu që unë jam i bindur. Në fakt, në qoftë se ka diçka që po tretet është qeveria, se po tretet sot ka dy kabinete qeveritare, një në Burg edhe një në në Zyrë. Po sepse kështu mendoni ju. Kështu mendoni ju.
Jo, fakti është ai që ndodh ditën e njëjtën në parlament. 86 numra të një maggiorancë solide që po i përdor kartonat në funksion të integrimit. Ka që shumë e thjeshtë. Zoti Komici, kjo ishte Zoti Blushi nuk kishte pyetje, sepse kam dhe një pyetje. Të lutem, s'ka asnjë pyetje se tani erdhi pyetja në telefon, ja po ta shofish tani, se jo se duket sigurun e kam ai që ju mendoni që çon pyetje, ai është një izolim ekstrem, nuk çon pyetje, sepse atë nuk e lini. Jo, ti çon departamenti ligjor pranë partisë, nuk po them se çon ai. Ju nga që keni frikë. Nga të vërtetat e Lirmetës, e keni izoluar në ekstrem. Kush i sjell ty pyetje? Ta mos shiko, të lutem, këshilltar ligjor që të merojni dhe as kishit guximin. Zoti Blushi, të lutem shumë. Të merrin tuaj nga Ilirmet, me deputet, as me media. Kush i çon mesazhet? Pason funksionon departamenti ligjor pranë partisë, pra a keni departament ligjor atje? Nuk janë Saramile që funksionon me mesazhe, po vetëm interesi publik. Të lutem. Sara, o zoti Blushi, Sara Mile është deputete e Kuvendit të Shqipërisë, është kolege e nderuar e jona. Ju nëse keni Atoni vetë gratë e zonës nderuar është fajim. Unë edhe di këtë thashë komision. Zonja Çaushi, është i sqaruar. Vetëm gazetinea është i sqaruar ai. Gazetinea. Të lutem. Zoti Blushi ta ka mesh drejtën e fjalës. Je pa mikrofon. Të lutem, a mund të lutem, do t'ja jap fjalën më pak më mbrapa kur ta kërkoj. Se e ka marrë misionin të merret me mua. Të lutem. Të paktën Sara e dashur Zeqine, unë vetëm nga ju pres replik. Kutime keni, mund të ma japësh. Zonja Çaushi, do largohesh? Këtu më keni mu, për balje këtu më keni. Kam një pyetje me... Më fal, një sekond. Para se do ta jap fjalën, është pyetje shtesë kjo? Nuk e kishe? Jo, prit tani. Kjo është nga interesi publik. Jo, më fal. Kjo pyetja shtesë, ka të bëjë me interesi. Prit. Të lutem, se e kam pyetje sinqerisht, përpara se sa të ta kaloj fjalën për pyetjen shtesë. Kjo pyetja shtesë nuk ishte ke pyetjet e para. Pra, kjo erdhi nga interesi publik. Po. Tani me qëse kjo pyetje shtesë ka lidhje me interesi publik, po ta jap drejtën e fjalës. Ka një interes publik. Sepse gjykata kushtetuese duhet të jetë bariera e fundit e dhënies fund të paligjshmërisë. A keni një koment ju që a ka gjykatë kushtetuese në botë, më zotëri? Është kapur zëvendës kryeministrja në flagrancë me preshën dorë 700 milion euro abuzim dhe gjykata kushtetuese i thotë ktheu në detyrë. A ke një koment ti si relator për këto ligjet e kësaj reformës Kimetës, Sorosit e çan këta mafiozët me fustan e pa fustan ndërkombëtar? Këta mafiozë ndërkombëtar, a keni një koment? A ke një koment për vendimin e gjykatës kushtetuese? A mund të jesh deputet i një vendi ku gjykata kushtetuese kthen një të pandehur e kthen detyrë? E kthen për të prishur prova dhe ndërkohë Ilir Meta, pasin fakt, pasin provë penale, denoncuesi kryesor i ndër aferave më të mëdha dhe i referohemi senator dhe jo vetëm, pasin fakt dhe pasin provë penale, qëndron sot në burgun politik të Edi Ramës, me argumentin tani kjo lutem përmbyllë pyetjen se jo ndizë mikrofonin dhe përmbyllë pyetjen. Tani ju doni të komandoni edhe argumentat edhe pyetjet edhe pastaj shqetësoni pse nuk vjen opozita komit. Na lini të bëjmë pyetje. Faleminderit zoti Blushi. Po. Faleminderit. A mund të prish provat zëvendës kryeministra son detyrë? Po, faleminderit. A mund të intimidoj dëshmitarët? Çfarë reforme flasim ai? Okej, dakord. Shiko. Pyetjen e bëri zoti Blushi, po jemi live, nuk jemi live në transmetim, është për efekt regjistrimi, kështu që sa po të hyjmë live në transmetim, do të ta jap fjalën prapë ta bësh pyetjen. Ishim live? E më rregull. Me i fjalë u realizu.
Shumë faleminderit për ndërhyrjen. Tani ka pyetje për kolegun Komici apo s'ka? Nëse nuk ka pyetje, ne e konsiderojmë të zauruar fazën e pyetjeve, edhe të diskutimeve për këtë projekt ligj, por në pritje të opinionit komisionit, por dhe të raportit të komisionit për nismat, në mbledhjen e radhës, ne do ta kemi edhe ezaurimin e fazës së diskutimeve përpara votimit. Për këtë, po s'kishte pyetja ime. Zoti Blushi erdhi sepse e mori vesh që po diskutohen dy ligje, ndryshime në dy ligjet reformës. Edhe erdhi me vrap, tha mendimin dhe iku. Ai e kishte në emër të interesit publik, që kështu dhe ne ja dham përgjigjen në emër të interesit publik.